Burra të maskuar dogjën shtëpi dhe makina në Belfast në një val dhune anti-emigrant të martën në mbrëmje. Ngjarja pasoi një sulm me thik për të cilin u akuzua një burr sudanez tha kryeministra e Irlandës së Veriut, Michelle O'Neill. Qindra protestues, shumë prej tyre me fytyra të mbuluara, sulmuan policinë dhe dogjën automjete në një numër vendesh në të gjithë Irlandën e Veriut, pasi një video sulmit me thik, i cili la një person me plagë të rënda në qafë dhe kokë, u bë virale. Të rinjtë të maskuar u mblodhën në të gjithë Belfastin herët në mbrëmjen e së martës, ndërsa policia ju përgjigj duke vendosur automjete të blinduara. Protestuesit i vunë zjarri një numri automjetesh në të gjithë qytetin, përfshirë një autobus në Belfastin lindor. Një numër shtëpish u pan duke u djegur në qytet të martën në mbrëmje. Videoja e transmetuar nga BBC tregoi policin duke ndihmuar një familje të arratiste nga një shtëpi që digjej. Nuk mund të ketë asnjë justifikim dhe asnjë justifikim për këto sulme, tha O'Neill në një deklaratë. Grupe burrash të maskuar që djegin familjet nga shtëpitë e tyre nuk janë gjë tjetër veç se frikacërie e neveritshme. Kryeministri britanik Keir Starmer e përshkroi sulmin e parë me thik, i cili ndodhi në veri të Belfastit vonë të hënën në mbrëmje, si të neveritshëm. Sulmi i cili aktualisht nuk po trajtohet si terrorizëm vjen në një kohë tensionesh të larta në Britani pas vrasjes së një studenti i cili u prangos nga policia ndërsa po vdiste nga plagët e shkaktuara me thik. Pasi vrasjes së tij, një burr sik pretendoi në mënyrë të rreme një sulm racist. Kjo vjen gjithashtu pas protestave të përsëritura rreth imigracionit në partitë populiste që thonë se politikat e azilit të Britanisë kishin lejuar burra të rrezikshëm në vend. Vitin e kaluar pati trazira anti-imigrante në Irlandën e Veriut me zemërimit për një sulm të dyshuar seksual. Udhëheqësit kryesor të partive politike të Irlandës së Veriut e dënuan bashkërisht sulmin, duke quajtur atë të tmerrshëm.